Mirë se erdhët në rubrikën Kafe nga bota. Këtë verë gjatë pushimeve pata fatin të takoja 2 argjentinas, me të cilët shkëmbeva një kulturë shumë interesante kafeje. Duke pyetur kush është pija më autentike e Argjentinës, ata më thanë 1. Kafe Lagrima. Kafe Lagrima merr emrin nga fakti që ka shumë pak kafe, rreth 20-25 ml. Argjentinasit më shaka thonë që ka vetëm 1 pikë loti kafe. Shumica e kafeneve në Argjentinë përdojnë raportin qumësht kafe 9:1, që do të thotë shumë qumësht dhe thuajse fare kafe. Kjo u shpik nga nevoja për të humbur ose për të mos ndier shijen e kafes në periudhën kur Argjentina importonte kafe shumë të keqe nga Brazili. Receta kërkon vetëm qumësht të zier, jo me shkum, pak ekspres edhe asgjë tjetër. Nuk është për të ngatruar me latën ose latte macchiato, të cilat përmbajnë një dozë të plot ekspresi brenda. Po ju do ta pinit një kafe me kaq shumë qumësht